Pas 2 ditësh jashtë funksionit për shkak të ndërhyrjeve teknike, është rikthyer online platforma e-Albania. Tashmë e përditësuar, e-Albania 2.0 është platforma më e re që do të mundësojë përdorim më të lehtë për qytetarët, përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuar. Lajmi është bërë me dije nga kryeministri Edi Rama, i cili e konsideron këtë platformë si një hap të ri në transformimin digjital të shërbimeve publike në vend. Përmes postimit në rrjetin social Facebook, kreu i qeverisë thotë se kjo platformë është ndërtuar me një teknologji të avancuar dhe standard modern. Një hapëri në transformimin digjital të shërbimeve publike në Shqipëri. Platforma e re vjen ridizenjuar me një infrastrukturë tërësisht të modernizuar për të ofruar një eksperiencë më të shpejtë për qytetarët dhe për bizneset, si dhe administratën publike. E ndërtuar me teknologji të avancuara dhe standarde moderne të performancës, e-Albania 2.0, platforma sjell një nivel të ri të aksesueshmërisë dhe gjithëpërfshirjes, duke mundësuar përdorim më të lehtë edhe për personat me aftësi të kufizuar, në funksion të një shërbimi publik digjital pa barriera dhe të barabartë për të gjithë, shkruan Rama krah videos së publikuar.